Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Falënderimet i përkasin vetëm Allahut madhëruar, vetëm Allahun falenderojmë dhe vetëm për Allahut të ndihmë kërkojmë. Lutim Allahun e madhëruar, mëshiruesin, mëshirbërësin të na falë gjunat dhe gabimet tona, dhe lutim Allahun e madhëruar, mbrojtësin e besimtarëve, ruajtësin e besimtarëve, të na ruaj nga të këqijat e vetëve tona dhe të këqijat e punëve tona, atë njëri që Allah i madhëruar udhëzoi në rrugën e drejtë, nuk ka kush ta humb atë nga ajo rrugë, dhe atë njëri që Allah i madhëruar e devijoi e humbi nga rruga e drejtë për shkak të punës së tij, askush nuk ka mundësi ta udhëzojë, ta rikthejë në udhëzim përveç tij. Udhëzuesi i vetëm dhe i vërtetë është vetëm Allah i madhëruar. Dëshmoj të deklaroj se i vetmi i cili meriton të adhurohet me të drejtë, i vetmi i cili meriton të madhërohet me të drejtë, i vetmi i cili meriton t'i lutemi me të drejtë, është Allahu i madhëruar, krijuesi i gjithësisë, Zoti i gjithçkaje, krijuesi i qiellit dhe i tokës dhe çka midis tyre, krijuesi i engjëjve, i xhinëve dhe i njerëzve, dhe krijuesi i çdo gjallëse. Ai është një i vetëm Zot i vërtet, krijuesi i vetëm. Ky univers ka vetëm një krijues, një Zot që e drejton dhe atij takon madhërimi dhe adhurimi, dhe askujt tjetër përveç tij. Çdo adhurim tjetër që bëhet ndaj të tjerëve përveç tij është i kotë, është i pasakt, është i padrejtë, dhe është zullumi dhe padrejtësia më e madhe që mund t'i bëjë njeriu vetes së tij dhe Zotit të tij, Allahut të madhëruar, dhe dëshmoj dhe deklaroj se i vetmi i cili meriton se me të vërtetë i dërguar Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar Allahut dhe robi i tij. Dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar Allahut dhe robi i tij, dhe gjithashtu fjala më e mirë është fjala Allahut të madhëruar, dhe udhëzimi më i drejtë është udhëzimi profetik. Është shembulli i profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, është rruga më e saktë, është rruga më e mirë, është shembulli më i mirë për çdo besimtar musliman, për çdo njeri i cili dëshiron shpëtimin, dëshiron xhenetin, dëshiron të shpëtojë në këtë botë dhe në botën tjetër. Walaqad kana, dhe me të vërtetë, walaqad kana fi rasulillahi uswatun, walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Me të vërtetë për ju ka pasur dhe ka për herë tek i dërguari Allahut një shembull të mirë, dhe kjo vlen për atë i cili beson në Allahun dhe ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, Allahu i madhëruar në Kur'anin famlar thotë: o ju të cilët keni besuar, keni frikë Allahun me një frikë të vërtetë, të sinqertë, dhe mos disni vese si besimtar musliman nëse dëshironi shpëtimin në këtë botë dhe në botën tjetër. Gjithashtu Allahu i madhëruar thotë në Kur'anin famlar: o ju njerëz, keni frikë Allahun, Zotin tuaj, i cili ju krijoi juve prej njeriu të vetëm, dhe prej tij krijoi shoqen e tij, dhe prej këtyre dyve krijoi burra e gra shumë. O ju njerëz, keni frikë Allahun me emrin e të cilit ju përbetoheni dhe mbani lidhjet farefisnore, dhe me të vërtetë Allahu i madhëruar është mbikëqyrës mbi ju. Thotë Allahu azza wa jall, gjithashtu o ju të cilët keni besuar, keni frikë Allahun dhe flisni gjithmonë të vërtetën, të drejtën. Allahu ju fal juve gjunahet e juaja, ju rregullon punët e juaja, dhe kush i bindet Allahut madhëruar, dhe kush i bindet Allahut madhëruar dhe të dërguarit e tij ka fituar fitoren më të madhe. Të dashur vëllezër, siç e dimë të gjithë po e presim muajin madhështor të begat të Ramazanit. Të gjithë jemi në pritje, në përmallim për këtë muaj. Të gjithë ne si besimtar shpresojmë që Allahu i madhëruar të na mundsojë arritjen e muajit të Ramazanit. Për të shkak unë jam detyruar të flas për Ramazanin,
për të muaj të begat, për agjërimin e muajit të Ramazanit, për rëndësinë e këtij agjërimi, për vlerën e madhe që ka ky agjërim, të përmend urtësitë që Allahu i Madhëruar ka caktuar, ato urtësi që janë bërë të ditura për ne, sepse në çdo gjë që Allahu krijon dhe në çdo gjë që Allahu ligjëson e bën dispozit, ka në të urtësi që Allahu na i ka mësuar neve, na i ka bërë të ditur, dhe ka urtësi të cilat ne nuk mund t'i dimë, janë të shehura tek Allahu Azza wa Jall, dhe jo domosdoshmërisht ne duhet të njihemi patjetër në urtësitë që Allahu ka krijuar në krijimin e tij ose ka vendosur në dispozitat e tij. Pra, Allahu i Madhëruar është ai i cili krijoi çdo gjë. Allahu i Madhëruar vepron veprat e tij prej krijimit dhe veprat e tij prej vendosjes ose ligjësimit të ligjeve, të dispozitave, nuk bëhen pa urtësi. Pra, është e pamundur të pranojmë se Zoti i gjithësisë, Allahu i Madhëruar, absoluti në çdo cilësi, i përsosur në çdo cilësi, i urti dhe urtësia e tij është e përsosur dhe absolute, të krijojë diçka pa urtësi ose të vendosë një dispozit pa pasur një qëllim të lartë ose urtësi madhështore dhe urtësi të cilat janë të kuptueshme dhe të pranueshme për njeriu. Agjërimi i muajit Ramazanit është nga adhurimet më të rëndësishme. Dhe besimtari e pret agjërimin e muajit Ramazanit me mall. Ai përmallohet për muajin e Ramazanit, e pret pa durim. Selefët, siç kemi përmendur më parë, 6 muaj para Ramazanit, e lutnin Allahun e Madhëruar për të arritur muajin e Ramazanit. Përmalloheshin për këtë muaj, e donin këtë muaj, sepse ata e donin agjërimin, sepse ata e donin adhurimin në Allahut Madhëruar, sepse ata i donin punët e mira, sepse ata i donin ato punë që i afronin tek Allahu i Madhëruar, sepse ata i donin ato shkaqe, ato punë që janë shkak për të futur në xhenet, për të fituar xhenetin dhe për të ruajtur, për të shpëtuar nga zjarri i xhehenemit. Ju e dini hadithin e njohur që kush agjiron një ditë në rrugt të Allahut, për hir të Allahut, çfarë shpërblimi ka? Ka ardhur nga hadithe. Allahu i Madhëruar e largon nga zjarri i xhehenemit sa vite? 70 vite. Çdo punë e mirë është shkak që besimtari të fitojë xhenetin, dhe është shkak që besimtari të largohet nga zjarri i xhehenemit. Dhe agjërimi është nga ato punë që ka ardhur tekstualisht tregon që të largon nga zjarri i xhehenemit 70 vite. Prandaj ka ardhur një hadith tjetër që thotë as-siyamu junna. Agjërimi është mbrojtës. Është mbrojtës nga gjunahet, mbrojtës nga të këqijat dhe fatkeqësitë, mbrojtës nga dënimi i Allahut Madhëruar, ruajtës për ty, ruajtës për besimtarin i cili agjiron një ditë në rrugt të Allahut, besimtari i cili agjiron muajin e Ramazanit, që është agjërimi më i rëndësishëm dhe më i dashur tek Allahu Madhëruar. A ka të sigurt në njëri prej nesh se do të arrijë agjërimin? Askush. Në një ligjërat të dietarit të njohur të kësaj kohe, Sheikh Abdulrazak, sepse ne hoxhallarës, ne hoxhallarë që kemi përgjegjësinë të flasim për këto tema tani, ku afrohet një ritual kaq i rëndësishëm siç është agjërimi, përpiqemi ti rikujtojmë vetes ato që kemi mësuar në të kaluar, qoftë mësojmë gjëra të reja dhe shkretojmë librat
futemi në kanalin e YouTube-it, kërkojmë ligjëratat e dietarëve dhe dëgjojmë. Është normale. Se s'mundemi do t'i mbajmë mend gjitha ato gjëra që kemi mësuar ton kaluarën, po ka gjëra të cilat ne i rikujtojmë dhe ka gjëra që ne mësojmë sërish. Sikurse është detyrë dhe për çdo kënd për jush, që kur afrohet një adhurim, siç është agjërimi që është një herë në vit, që të rikujtojmë veten tonë me dispozitat dhe gjykimet. Dhe mësimi në vetvete, kërkimi i dijes në lidhje me njohjen e dispozitave që ka një adhurim, është i pëlqyeshëm apo detyrë? Është detyrë. Përderisa ky adhurim është detyrë. Të mësosh se si është i saktë një ritual, për shembull, si falet namazi, cilat janë shtyllat e namazit dhe kushtet e namazit. Cilat janë detyrat e namazit, cilat janë detyrat e abdesit, cilat janë detyrat dhe rregullat dhe normat e agjërimit. Nëse personi neglizhon në njohjen e dijes rreth këtyre ritualeve, atëherë ai ka përgjegjësi për Allah të madhëruar. Nuk mund të dikush thotë s'kisha kohë. Kisha kohë. Nuk dua, nuk du të lexoj ose neglizhon. Detyrë e ka çdo besimtar kërkimin e dijes për besimin dhe fenë e tij. Dija është detyrë. Dija është detyrë me kërkuar. Për çdo çështje lidhje me besimin tonë dhe adhurimet që Allah ka bërë detyrë. Nuk mund të dikush të justifikohet nëse ai nuk është kërkues i dijes. Pra, nuk mund të justifikohet me pa dijen tënde, unë nuk e dija. Normalisht që ka gjëra të cilat nuk mund të di të gjitha njeriu dhe mund të gabojë nga pa dija. Dhe të marrë nga dispozitat që lidhen me ato gjëra që e prishin agjërimin, është njeriu justifikohet nga pa dija e tij. Kur ti mendon se për shembull çuçakizi nuk e prish agjërimin. Dhe hajde çuçakiz. Prish agjërimin? Vjen një person thotë pa në çuçakiz, del para hoxhës ose para një personi tjetër i cili është më i vjetër se ai në fe dhe thotë dhe ai e shikon dhe thotë çfarë bën thotë? Nuk ka gjërush? Po më gjërush më thotë. Ai bën çuçakiz, ai për type me dhomët e tij. Po nuk lejohet. Pse nuk lejohet? Unë goja kam. Po ka shije dhe mëson. Ato e çetin këtij personi. Që nuk ka gjërushëm apo agjërushëm? Një pyetje i bëj. Nuk pa dije çfarë bëj, çe themi? Agjërimi është saktë apo jo? Është saktë. Agjërimi është saktë, pse? E bëri në pa dije. Ka tre kritere. Pa dija, 1. Kujtesa, 2. Ta bëj me vetdije dhe e kujton. E treta ta bëj me zgjedhjen e tij. Jo i detyruar nga dikush. Pra, dikush e detyron, për shembull, kohën e komunizmit, më thon ai drejtori i ndërmarrjes, kur shikonte agjërushën, çele. Pi. Nga frika ç'do bësh? E pinte. Ai themi që ky person e ka prish agjërimin? Jo. Askush për nesh nuk e ka të sigurt që të arrijë agjërimin akoma. Dhe për këtë Sheh Abdurazaku dhe unë ndjeva nga përmendje që përmendte një histori në lidhje me një nga studentët që ai kishte dhënë mësim. Ai shehu i nderuar Sheh Abdurazaku, Allahu e ruaj, në këtë ligjërat kishte zgjedhur të fliste për pritjen e Ramazanit, si ta mirëpresim Ramazan. Dhe në këtë ligjërat, sikur se po bëj dhe unë sot, ne bëjmë, pra japim këshilla se si ta përgatitemi për Ramazan, se si ta mirëpresim Ramazanin, se çfarë punojmë gjatë Ramazanit, çfarë programi t'i vendosim vetes gjatë Ramazanit, në lidhje me punët tona, me veprat tona, me organizimin e ditës gjatë Ramazanit. E natës po ashtu. Edhe ky studenti i gëzuar vjen tek shehu nga Afrika. Thotë shehu, studenti jot filani që ka mbaruar shkollën, që para një muaj ka filluar ligjëratat dhe programin me popullin e tij, me shoqërinë që e rrethon, me xhamatin,
në lidhje me se si ta presti Ramazanin, ka vendosur programe për ata të gatshme dhe për i tërgon të shehut videot e tij që kishte vendosur në YouTube dhe për i tërgon të programin e tij të bukur dhe tjera. Kjo ndodhi, kjo që i tha, ndodhi një javë para Ramazanit. Tregoj që studenti jotë që ka mbaruar ka mësuar tek ty, po bën këtë davet bukur, këtë thirrje të njerëzve, këtë mësim të edukim. Tha 2 ditë para Ramazanit vjen po ai thotë, më thot filani ndroi jetë. Ai kishte për planet, për vetën e tij, për tjerët. Pra të ndëruar vëllezër, ne e gjeli nuk e di. Sikurse ne nuk dim se çfarë do ndodhi nesër, se në shtok do varrosemi, se çfarë na pret nesër, prej të mirave, prej të këqijave, prej shkollave, prej gjërave të papritura, një aksident, një smundje, një kapje korrenti, rënje flakte, një e keqe, një e mirë, nuk ka rëndësi, ne jemi patish për të ardhmen. Askush se di të ardhmen. Dhe nga e ardhmja është vdekja. A ka dikush dyshon? Siç është lindja, është vdekja. Siç është smundja, është shërimi, varfëria, pasurimi e tjera. Gjendje që ne i kalojmë. Dhe vdekja është i proces, një gjendje që ne do ja kalojmë. Pa ka dikush të sigurt dhe e di datën se kur do vdesim? Jo. Atëherë, kur afrohet Ramazani, dëshira shtohet për ta kapur të Ramazan. Dhe frika shtohet për mos, frika e madhe se mos nuk e kap Ramazanin. Prandaj, e lutim Allahun e madhëruar të na mundsoj të arrijmë Ramazan. Dhe ne jemi me iman, me shëndet, jemi në selamet, jemi në paqe, jemi të sigurt. E lutem Allahun të na mundsoj të arrijmë Ramazanin dhe të agjërojmë atë me sinqeritet. Ashtu që është i kënaqur ai me ne. E lutem Allahun të na japë forcë dhe sukses në përballjen dhe qëndrueshmërinë në ato adhurime që jemi të kërkuar nga Allahu t'i veprojmë në këtë muaj. Lutja është arma besimtarit, të nderuar vëllezër. Arma e besimtarit. Kush e thotë? E thotë Profeti sallallahu alajhi wasallam. Thotë arma e besimtarit është lutja. Dhe Ramazani gjithashtu, që dolëm ke lutje, është muaji i lutjes. Pse hoç është muaji i lutjes? Sepse ka ardhur në hadith të saktë që duaja e agjëruesit është e pranuar. Nga momenti që ai e çel, nga momenti që ai agjeron dhe e çel, agjërimi pranohet lutje. Në një orë të xhumas e kërkojmë shumë të madhe të harrim. Allahu i madhëruar në të muaj madhështor, në muajin e Kuranit, muajin e agjërimit, ka dhënë mundësinë që nga sabahu, që nga momenti kur ti agjeron, për fillon agjërimin, deri kur e çel, e kupton që thotë pranohet lutja? Ku kthehet problemi? Keni kthehet problemi tek ne. Neglizhenca jonë, pasiguria jonë, hezitimi jonë, bindja jonë, i ndëruar nga ke premtim nga profesorat thotë, duaja e agjëruesit nuk kthehet mbrapsh, është e përgjigjur. Allah i madhëruar nuk e the mbrapsh. Ky është transmetimi më i saktë se transmetimi që thotë duaja në momentin kur e çel agjëruesi është e pranueshme. Gjatë të agjërimit ti je në gjendje që të pranohet lutja. Prandaj besimtari duhet të përpiqet në këtë muaj të ndryshojë. Nëse nuk ndryshon në këtë muaj, kur të ndryshosh? Nëse nuk merr për mirë në këtë muaj, në çfarë momenti do jetë ai ndryshimi jot për mirë? Nëse nuk pendohesh në këtë muaj, kur do pendohesh? Nëse nuk vendos në këtë muaj të lesh gjunahet, kur do i lesh?
Nëse nuk vendos që në këtë muaj unë do përmirësohem në fen time, në besimin tim, kur të jetë moment? Prandaj ka ardhur një hadith tjetër që i privuar i kush është ai i cili ka lënë Ramazanin dhe çfarë? Nuk është i falur gjunahet. I privuar i vërtet kush është? Ka ardhur hadithi që ai që arrin prindrit e moshëm, e thyrën moshë, dhe nuk hyn xhenet. Pra të arrish prindrit në moshë të thyrë dhe nuk e shfrytëzon këtë gjendje, këtë rast, si një punë që të afron tek Allahu dhe bëhet shkak për futjen tënde në xhenet. Gjithashtu dhe Ramazani, një mundësi e artë, një mundësi e madhe për të shfrytëzuar që të falen gjunahet dhe të jetë shkak që ti të hysh në xhenet. Dhe hyrja në xhenet xheneti nuk është plaçk e lirë. Hadithi thotë është plaçk e shtrenjtë. Të kërkon punë. Nuk kërkon mbështetje tek mëshira e Allahut dhe neglizhim në punë të mira dhe shkudesje në gjunahe. Ase Allahu falë, ase Allahu falë, mëshirues i madh. Xheneti është ghalje, është i shtrenjtë. Kërkesa për të arritur xhenetin është, ose dëshira për të arritur xhenetin është dëshira më e madhe. Dhe kërkon përgatitje, nuk kërkon ëndra. Unë inshallah jam në xhenet, unë jam banor i xhenetit. Nuk kërkon dëshira ime jam në xhenet. Të nderuar vëllezër, ne jemi në luftë. Ne kemi luftë me nefsin tonë dhe me shejtanin e mallkuar. Kjo gjendje lufte nuk kërkon jo seriozitet, nuk kërkon jo përgatitje, nuk kërkon jo vigjilencë, kërkon stërvitje, kalitje, edukim, seriozitet, përgjegjësi, të ndjesh përgjegjësinë, të dish që shpëtosh nga xhenet, të shpëtosh nga zjarri i xhenetit dhe të xhenet. Kjo është fitoria e madhe. Femen zuhziha anin nari udkhila al-janna faqad faz. Kush shpëtoi nga zjarri i xhenemit dhe hyri në xhenet, ai ka fituar. Kush shpëtoi nga zjarri i xhenemit dhe hyri në xhenet, ai ka fituar. Ne për çfarë gëzohemi më tepër në rrugës? Ne jemi në dynja akoma. Mundësia është. Për çfarë gëzohet njeriu? Për çfarë gëzohemi ne më tepër? Telebingo? Në 5.000 lekë? Jo. Ose telebingo në thonjza, pra kemi ndonjë të ardhur të madh, të majme që na premton dikush, dhe ose kemi në llogarinë tonë bankare 1 milion euro? Apo ku kemi vila, makina, komode, luksoze, kur gëzohesh ti? M'fal, kur gëzohesh? Për çfarë gëzohesh më tepër? Ke shnetin, po. Shneti është i rëndësishëm, vërtet. Po ku ke imanin, në parë gëzohet për imanin tënd. I nderuar vëlla, ti gëzohet për gjën më shtrenjtë që ka thënë Allahu Azza wa Jall. Imanin, fen, besimin, adhurimet që ti i do dhe i zbaton. Mallin që ke për adhurimet, që ke për Ramazanin me zi e pret, përgatitesh, pastron shtëpinë, rregullon shtëpinë, rregullon fëmijët, do agjerojnë, do vini për sëfyrin, do falin namaz bashk, taravit, do të çelin bashkë agjërimin se ka bereqet çdo gjë. Sëfyri ka bereqet bashkë. Çelja e agjërimit ka bereqet bashkë. Shkosh në xhami me fëmijët ka bereqetin e vet, bukurinë e vet. Ti detyrosh në thonjza fëmijët të jenë me ty bashkë namaz. Jo me zor, se mos keq kuptohemi. Pra ta sjellësh situatën, pra nxitjen tënde të bukur me lezet që të fëmijët vinë vetë pastaj. Ka bukurinë e vet çdo gjë. Dhe ti gjithmonë i bën ata, pra i edukon se si ata të arrin dashurinë për Allahun, për punët e mira, për xhenetin. Ramazani, të nderuar vëllezër, është një mundësi e madhe për ndryshuar. Nëse Ramazani nuk të jep mundësinë për ndryshuar për mirë, kur do jetë?
Prandaj, le të gëzohemi se po na vjen Ramazan. Zemra e njeriu ka nevojë të gëzohet, qetësohet. Nuk e kam përmendur në të xhami, se kur mbështillen shumë xhamia që kam shkuar dhe kam dhënë këshilla ato ditë, s'di çka ka përmendur si këshill, por se zemra e njeriu që të punojë më mirë, të ketë më produktive, të jetë më produktiv njeriu në punë, nuk do të jetë mërzitur. Zoti të jetë i mërzitur dhe të jetë në ankth, ose të jetë i mërzitur dhe pesimist. Kur zemra është e gëzuar me përshkaqe të mira, të vërteta, dhe është optimist personi, produktiviteti i tij në punë është më i madh. Disa nga dietarët kur flasin për agjërimin ka përmendur një hadith në lidhje me këtë çështje. Çështja e kujt? E forcës në adhurime. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka kërkuar mbrojtje për çfarë gjërash? Për debelizmin, plagështinë dhe pamundësinë. El-kesel wal ajz. Po ajzi gjithashtu ka kuptimin e keslit, e debelizmit, përtatësisë. Dëgjoni këtë hadith. Besimtari i fortë është më i mirë dhe më i dashur tek Allahu se besimtari i dobët. Në të dy ka hajër. Pastaj vazhdon hadithi. Ihras ala ma yanfa'uk. Kujdesu gjithmonë të veprosh ato punë që janë në dobinë tënde, në të mirën tënde, në lidhje me ahiretin, fen tënde dhe në lidhje me dynjan tënde. Gjëra që janë dobishme. Po mos haro gjë më kryesore, wasta'in billah. Kërko gjithmonë ndihmë nga Allah. Taufiku nga vjen? Suksesi nga Allahu i Madhëruar. Ndihma nga vjen? Nga Allahu i Madhëruar. Çfarë themi ne? La haula wala quwata illa billah. Wala ta'jaz. Dhe mos i pamundshëm, i plogësht, dembel. Për ato punë që janë dobinë tënde, në interesin tënd. Dhe nëse të kap diçka që se pëlqen, mos thuaj sikur ta kisha bërë kështu, do ishte kështu. Lau, sikur ta kisha vepruar këtë, do ndodhte kjo. Po çfarë do të themi? Cila është zgjidhja? Që mos bim në mërzitje. Mos ta fus shejtani mërzitjen. Atë gjendjen e keqe. Masha Allah, qadarullah o masha Allah. Çfarë deshi Allahu dhe çfarë thoi Allahu u bë. U zgjidh. U lirove. S'ke se të hysh në hem, në stres, në mërzitje, në shqetësim. Pse u bë kjo, si u bë kjo, pse se bëra kështu. Çfarë kaloi, thuaj, caktimi i Allahut, çfarë deshi Allahu u bë. Por se mos u justifikoj gjithmonë caktimin e Allahut kur ti je neglizhent ndaj marrjes së shkaqeve. Ihras ala ma yanfa'uk. Kujdesu për atë që bën dobi. Dhe hadithi fillon me çfarë fillon hadithi? Pra, frazën muslimani i fortë në radh parë ku? Besim. Është më i dashur tek Allahu se muslimani i dobët. Kur ti vepron një punë, qoftë punë dynjaje, çdo lloj pune, çfarë kërkohet gjëja e parë? Fuqi, forcë. Adhurimet në vetvete kërkojnë dy forca. E para dhe më kryesore është fuqia e imanit, e besimit, e devotshmërisë. Që të përballesh me këtë, me agjërimin, me taravit, me adhurimet e tjera, leximin e Kuranit. Kush është i fortë, fiton. Kush është i fortë në qëndrueshmëri, fiton. Kush është i fortë në durim, fiton. Kush është i dobët, duron pak, dorëzohet. Rri pak, dorëzohet. Këtë tregon çfarë tregon? Se është i dobët. Atëherë, muslimani do të përgatitet për këto adhurime. Po pse e hoq?
Sepse ti përmbahesh adhurimeve sinqeritet deri në fund, jo 2 ditë të para. 3 ditë të para për sabahun e prezantojnë ne dhe pastaj jo. 3 ditë të para çojmë për shtypir, pastaj nuk çojmë. 3 ditë të para falim taravit, pastaj nuk falim. Plota. Kërkon deri në fund. Çfarë kërkon? Rreth parë kërkon iman. Kërkon himme, azime, ç'është azime? Vendosmëri. Kërkon forcë në vendosmërinë tënde. Dhe nëse nuk e ke, dorëzohesh. Ky iman është që të të mbajti, që bën atë plakun e moçëm, të ri nga fillimi deri në fund të ravit, me qifje më të madh. Dhe bën të riun, që është i fortë, i fuqishëm, bën palestër, që dorëzohet që 2 rekat e para. Ai imani dobët i ti. Dhe ai jo vendosmëri e fortë. Besimtari i fortë është më i dashur dhe më i mirë tek Allahu, se besimtari që dobësohet më njëherë. Wasabiru wa rabitu, dhe ju keni durim. Pra sabiru, durim në vazhdimsi. O rabitu, përmbahuni durimit. Përmbahuni në vazhdimsi durimit. Dhe keni frikë Allahun nëse doni të shpëtoni. Në mënyrë që të shpëtoni. Agjerim të nderuar vëllezër është bërë detyrë në vitin e 2 të Hijretit. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka agjeruar sa Ramazanit? 9 të Ramazan. Dhe agjerimi është detyrë nga Allahu i madhëruar. Thot Allahu azza wa jall, o të cilët keni besuar, ju është bërë detyrë agjerimi, ja eyyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O të cilët keni besuar, ju është bërë detyrë juve agjerimi, siç ju është bërë detyrë atyre që ishin para jush, në mënyrë që të arrini çfarë? Çfarë të arrini? Devotshmëri. Kemi 2 agjerime. Agjerimi që është nga hyrja e fexhrit, agimit vërtet, deri në perëndim, frenohemi dhe ndalohemi nga ushimet, pijet dhe marrëdhëniet intime. Kjo është agjerimi. Agjerimi i dytë është frenohemi nga gjunahet, ndalesit. Ky agjerim i parë është një herë në muaj. Ky agjerim i dytë është për herë, çdo gjë. Përforcohet në këtë muaj më tepër. Nëse duam që agjerimi i parë pranohet, sakrifica që bën ti pranohet. Nëse nuk e plotson agjerimin e dytë, s'ka kuptim agjerimi i parë. Çdo të thotë kjo. Do të thotë atë që shpjegon hadithi, nëse nuk e lini punë tek qija që flisni, ato që flisni me gojët e juaja, me gjuhët e juaja, për të qijave. Dhe ato që veproni me gjymtyrët e juaja, për të qijave. Dhe ato që veproni nga ignoranca juaj, atëherë Allahu nuk ka nevojë për agjerimin tuaj. Atëherë Allahu nuk ka nevojë për agjerimin tuaj. Atëherë Allahu nuk ka nevojë për agjerimin tuaj. Nëse ne nuk I lejmë kë, përgojimin, sharrin, ofendimin, nënshmimin, thashëthemet, goditjen e tjetrit. Keq, pra ti bësh keq tjetrit me dorën tënde. Nëse ne nuk largohemi nga mendjeletësia, nga qëndrimi në vende që janë të ndaluara qëndrosh, të dëgjosh gjëra që janë të ndaluara dëgjosh, të shikosh gjëra që janë të ndaluara të shikosh. Ç'kuptim ka agjerimi nëse ne nuk arrim devotshmërinë? Devotshmëria çfarë është? Të ndalemi nga gjunahet me argument nga Allahu, duke u frikësuar dënimin të Allahut. Të veprojmë detyrat që Allahu ka vendosur me argument nga Allahu në mënyrë që çfarë duke shpresuar shpërblimin e tij.
Devotshmëria është qëllimi i agjërimit dhe qëllimi i çdo adhurimi. Që ti të afrohesh tek Allahu i Madhëruar, ti je i devotshëm. Devotshmëria do të thotë të vendosësh midis vetes tënde dhe dënimit të Allahut pengesë. Pse? Sepse nefsi njeriu bën të kundërtën. Dhe një herë, nefsi njeriu është amara bisu, urdhon të keq. Urdhimi në të keqë do të thotë neglizhenca e detyrave dhe lehtësimi i bërjes që gjunaheve dhe shkeljes së kufive. Në ky është nefsi njeriu. Lufta më e madhe njëri ka me kë? Ka me veten. Dhe takua, arritje devotshmërisë është një gjendje që nuk arrihet sot. Vendoset bëhemi devotshëm buara sot. Shtyva butonin, pam, u shit drita. E hap. E shuj. Jo, s'është me buton. Çfarë kërkon? Vazhdimsi. Allahu e do atë punë, nëse qoftë pak, po nëse vazhdon. Dhe Allahu i Madhëruar ka vendosur kufi, ndalesa, detyra. Kjo është devotshmëria. Të ndjesh mbikëqyrjen e Allahut në çdo vepër tënde. Detyrat tuaja, nga përkufizimet e tjera, dhe në atë që ti flet. Në veprimet e tuaja, në atë që ti flet, pra në lidhje me atë që ti je i urdhëruar ti bësh dhe atë që ti je i urdhëruar ndalohesh prej tyre. Agjërimi është detyrë në bazë të ajetit kuranor që Allahu i Madhëruar na ka urdhëruar. Kutibe do thotë është bërë detyrë, është shkruar, është saktuar. Gjithashtu, ajeti kuranor tjetër, ku Allahu i Madhëruar thotë, na tregon tani se kur është agjërimi, në çfarë muaji? A ka ajet që na ka mësuar të? Apo hadithi që na ka mësuar? Ka dhe ajet. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Muaji i Ramazanit është muaji që zbriti Kurani dhe ka udhëzim dhe gjëra të qarta, çështje të qarta dhe ka dije dritë që të bën të qartë vërtet nga e kota. Dhe kush është i gjallë, pra ka ardhur prezent, pra është i gjallë në këtë muaj, për muslimanëve ka detyrë agjërimin. Le ta agjëroj atë urdhër. Dhe kush e le agjërimin, është më keq se i moralisti që bën immoralitet për herë, se pirsi alkoolit që pi alkool për herë, se ai i cili bën gjunahe të mëdha. Është më keq se kush le namazin dhe agjërimin pa arsye, qëllimisht është më keq se ata që bëjnë gjunahe të mëdha të njohur. Dhe besimtari duhet të di se Allahu i Madhëruar nuk kërkon për ne që ne të vuajmë, të lëndohemi, se agjërimi në vetvete ka një lloj kërkon durim, prandaj është quajtur muaji i durimit gjithashtu. Prandaj ajeti kuranor që Allahu thotë: "Inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab." Allahu i jep durimtarëve shpërblimin e tyre pa hesab. Durimtarët tekstualisht është fraza durimtarët. Dietarët të vërtetojnë agjëruesit. Është qëllimi. Durimtarë në këtë ajet ka për qëllim agjëruesit. Pikë së parë. Përfshin çdo durim, po pikë së parë ka për agjëruesit. Shpërblimi i agjërimit është falja e gjunaheve. Thot profeti sallallahu alajhi wasallam, kush agjëron Ramazanin, iman u ihtisaban, duke besuar llogaritë shpërblimin, janë falur gjunahet. Kush falet në netët e Ramazanit, iman u ihtisaban, duke besuar dhe duke llogaritur shpërblimin, janë falur gjunahet. Kush falet natën e Kadrit, iman u ihtisaban, pra duke besuar dhe duke llogaritur shpërblimin, janë falur gjunahet. Dhe në hadithin tjetër përmendet që agjërimi është nga, jo vetëm që është detyrë, por është nga shtyllat e Islamit. Ndërtohet Islami në 5 shtylla. E para, Enes. Mirë. Islami ndërtohet 5 shtylla, ti?
E parë? Shahadeti, namazi, zekati, agjërimi dhe haxhi. Këto janë 5 shtyllat e Islamit. Agjërimi është nga këto shtylla. Që kjo fe ndërtohet, pa nga gjërat më kryesore, që mbahet kjo fe. Dhe besimtari kurse nuk i shkon në mendje, thotë s'do agjëroj. Jo. Përkundërzi besimtari i sinqert e shikon humbje, privim, ose agjërimin. Qajnë të smurët, se s'pa agjërojnë në agjërus. Keni parë të një besimtar në të vjetër mos të mos, që nuk e ka mundësi të agjëroj. Po qanë lëndohet djenë dhimbje, pse s'pa agjëroj tëtë? Dhe ka përpjeqje sa pyesin hiç, urë më lera ha të agjëroj. Unë nam, për ke ilaqet, po i kërë më lera rahat me gjithë ilaqet. A ilaqet ka të domosdoshme, ka të tensionin e lartë, se mos i pi i bët damla i bje. I më lera rahat, do vdes të më mirë, thot. A i s'lejot, fakt, e ka haram. Po dëshira madhe që ka për të agjeru, që për, i këto me gjithë ilaqet. Subhanallah. Dhe kjo është kur t'hyn edukimin në gjak. Kur t'hyn edukimin për besimin për islamin në gjak. Dhe dashuria për Allahun, për punët e mira këtu vërehet. Ku njeriu i afrohen punët e mira dhe kur shikon që s'ka mundësi ta bëj, ai lëndohet nga format. Pa që tregon për besimin e tij, dashurinë e tij që ka për Allah në mëdhëruar. Agjërimi është detyrë mbi muslimanin e logjikshëm, të pjekur, që ka rritur moshën për vërtetit, ka mundësi dhe është i liruar nga ndalesat, i liruar nga pengesat dhe ndalesat. Mbi muslimanë e kuptojmë. Pra nuk është detyrë mbi qafirin, nuk është detyrë mbi qafirin. Ai kërkohet, pra i kërkohet atij të agjëroj. Por nëse agjeron pa pranuar fen dhe islamin dhe besimin, a pranon agjërimin? Nuk pranon. Kjo është e para. E dyta. Ai i cili është logjikshëm. Ai që është jo në mend, pra nuk ka mend, nuk ka logjik, është i çmendur, nuk ka detyrë agjërimi. Pra, ka qenë në rregull, fite me radhë, pati një sprovë, doli nga mend, ky person nuk ka detyrë as agjërimin dhe as shpagimin, namazin po, çdo adhurim po, as shpagimin me ushqim, se disa nga ta rrohen, paguajnë ushqim të varfër për këtë që është i smur në mendje. Ai që humb logjikën se ka detyrë më, i bie ajo kush? I bie përgjegjësia e ngarkesës së adhurimeve. Pra, ngrihet kalemi. Dhe që është i liruar nga pengesat dhe ndalesat që ka të bëjë me femrën muslimane që s'ka perioda ose lëhon. Ose që nuk është udhëtar. Pra që është udhëtar ka pengesë që pengon. Në rast që e dëmton. Ai udhëtim që e dëmton shëndetin e personit, atëherë, pra e rëndon atë, atëherë themi që është ndaluar agjërimi për të. Gjithashtu, i sëmuri ka dy gjendje, smundje të cilat janë të shërueshme, që shpresohet shërimi i saj, ky nuk agjeron, kur është në gjendjen e smur, dhe kur shërohet, i plotson ditët që kalon më pas. Shkurt. Gjendja e dytë është ai person i cili ka një smundje që nuk shpresohet se ka shërim. Ky person, dhe flasim gjithmonë për smundje që çfarë agjërimi e përkeqëson sëmundjen, dhe një herë është kusht ke kriter. Mund të jesh i sëmur, sëmur quhet çdo lloj smundje në trup. Po nëse agjërimi përkeqëson sëmundjen, ndalohet është haram. Nëse agjërimi nuk e përkeqëson sëmundjen, por e rëndon, e ka të vështirë, e ka me kru. Nëse agjeron, nuk agjeron, e ka njësoj. Më mirë të agjeron. Mos lej ditët e agjerimit në muajin e bekat të Ramazan. E kuptueshme kjo ndarje? Ashtu është për udhëtarin. Nëse udhëtimi i tij është një udhëtim që e rëndon dhe sikletosh tepër
personin dhe jep vështirësi, atëherë agjërimi ndalohet. Nëse e rëndon pak, është mekruh, sepse ka lënë lehtësimin dhe për këtë ke para lidhur me smurin, ky është qëllimi. Pra kjo është arsyeja. Lënë lehtësimin që Allahu ka lejuar për mos agjëruar. Pra kur e ka të vështirë, pak të vështirë idhëtari, dhe kur sëmundja nuk e përkeson sëmundjen, por se thjesht e bën që tjetë pra në gjendje më të vështirë i sëmuri, atëherë e ka të papëlqyeshme agjërimin, sepse është e pëlqyeshme të marrësh lehtësimin e Allahut. Allahu i madhëruar do që ne ti zbatojmë, ti praktikojmë lehtësimet e tij. Cili është argumenti? Thot profeti sallallahu alajhi wasallam, Allahu do ti zbatoni lehtësimet e tij, siç do ti kryeni, ti zbatoni detyrat e tij. Pra qysh Allahu dëshiron dhe do që ne ti zbatojmë detyrat, dëshiron gjithashtu prej nesh që kur lehtëson diçka Allahu i madhëruar, lidhje për shembull me çelën e agjërimit, udhëtim ose kujdesimor, ne ta zbatojmë. Dhe kur udhëtimi është njësoj, pra nëse unë agjëroj, shkoj për shembull në Bari me avion, ka Bari aeroport? Ka. Shkoj unë nga Tirana në Bari ose ku diun në Athinë, tonë thot nuk kam lodhje. Agjërova, nuk agjërova, për mua është njësoj, nuk as vështirësi asgjë. Atëherë më e mirë është të agjëroj. Cilat janë urtësitë e agjërimit? Kjo është shumë e rëndësishme të kuptojmë. Urtësia e parë është se çdo adhurim që Allah i madhëruar ka ligjësuar, ka vendosur detyrë për ne, qëllimi kryesor është se këto adhurime, këto punë të mira bën shkak që ne të afrohemi tek Allah. Thot profeti sallallahu alajhi wasallam, thot Allahu i madhëruar në hadith kutsi, gjëja që afrohet më tepër robit tek unë është ajo që unë kam bërë detyrë. Vazhdon robi të afrohet tek unë me ato nafile që nuk kanë saktuar, gjëra që janë pëlqyeshme, derisa unë e duat. Pra, namaz, agjërim, hax, dhikr, sadakaja, zekat, afrohemi tek Allahu i madhëruar me këtë adhurim. Pikërisht agjërimi është nga punët më speciale, më specifike, më të mira që besimtari afrohet tek Zoti i tij. Sepse ka të bëjë shumë me çështjen e kujt? Dashurisë. Ti japësh përparësi asaj që Allahu do, kundra dashurisë tënde që ke për gjërat që janë të natyrshme ti duash, ushqimi, pija, marrëdhëniet intime. Gjatë ditës janë të lejuara dhe gjatë natës. Po gjatë ditës Ramazan janë të ndaluara. Pse? Sepse Allahu ka caktuar që janë ndaluara ato të muaj këto ditë, pra këto orë të ditës. Shumë mirë. Ne i duam, nëse ti shton del në basan ose në Dibër apo diun këtu në lagje, edhe shikon ja agjërush. Shikon 2-3 veta që po hajnë. E po pinë. Ti shkon anon vetja. Po ti e ke të fiksuar që i bindur që mos më lejohet, se unë jam agjërush. Në këtë rast, bindja jote dhe besimi yt që ke të detyron ty të kesh të vendim. Po ky vendim bëron nga besimi dhe dashuria që ke për Allahun Azza wa Jall. Thot Ibn Qayyim, nuk mund të lësh diçka që ti e do, vetëm për hir të diçka që ti e do më shumë. Rregull. Dhe një herë. Nuk mund të lësh diçka që ti e do, vetëm për hir të diçka që ti e do më tepër. Nuk mund të lësh diçka që ti ke frikë ose të largohesh prej asaj që ti ke frikë. Ose, më falni, nuk mund të rrezikosh për diçka që ti friksohesh, pra nëse është e mirë normalisht, e vepron, vetëm nga diçka që ti ke frikë më tepër. Dhe kjo është, kur ti lë diçka për hir të Allahut, për gjë që ti e do, atëherë ti afrohesh tek Allahu me diçka shumë të rëndësishme që ai e do shumë, që është dhënia përparësi dashurisë së Allahut ndaj dashurisë tënde. Që shumë e fortë, me nefsin të luftosh. Prandaj besimtari nëpërmjet agjërimit arrin afrimin tek Allahu i madhëruar. Arrin të afrohet tek ai. Ju e dini lutjen e kujt? E nusës ose gruas së Firaunit, kush e bën? Thot o Zoti im,
o Zoti im, më ndërto afër teje një shtëpi. Përmend afërsinë para banimit. Pra, rëndësi ka që t'im afër teje. Pastaj që të normalisht vetë banimi i këndshëm që kërkon, i kënaqshëm që kërkon njeriu, po rëndësi ka që unë t'jem afër teje. Dhe t'jesh afër Allahut, aty ke mirësinë, bereqet, lumturinë, kënaqësinë, rahatin, dritë, bukuri. E gjithë e keqja është kur ne largohen. Kur njeriu largohet. Ja ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. O ti njeri, çfarë të bëri ty të mashtrohesh nga Zoti yt, bujar, të madhështor? Ti të largohesh nga ai, ç'të bëri ty? Ç'të mashtroi ty? E mashtroi shejtani dhe vetja e tij. Që të lesh dhuruesin, që të ka dhuruar çdo gjë. Krijuesin tënd për çfarë? Për disa epshe të përkohshme. Prandaj njeriu do të di se këto adhurime madhështore janë shkak që ne të afrohemi tek Allahu i Madhëruar. E dyta është, urtësia e dytë është arritja e devotshmërisë, në bazë të ajetit kuranor. La'allakum tattaqun, në mënyrë që ju çfarë? Të arrini devotshmërinë. Nuk ka kuptim agjërimi nëse nuk ka ndryshim për mirë. Nëse del nga Ramazani siç ishte. S'ka kuptim agjërimi nëse ti nuk je i devotshëm. Çdo devotshmëria atë që tham fillim, ndalohesh nga ndalesat, të zbatosh detyrat. Dhe agjërimi është një nga shkaqet çfarë? Të afron ose të ndihmon të arrish devotshmërinë. Urtësia e tretë është edukimi i vetes, i nefsit, i zemrës tënde, i shpirtit tënd. Të edukosh se si ai të frenohet, se si ai të arrish të kontrollosh epshin tënd. Ta frenosh nga ato gjëra të cilat janë të ndaluara dhe i pëlqen. Nefsi njeriu është çfarë do e bën, apo jo? Çfarë duam për ushqimeve e kërkojmë ta hajmë, shkojmë në market e blejmë. I themi familjes gatuaj këtë gjë. E duam diçka, e kërkojmë. Na pëlqen, e duam ta bëjmë. Për të thënë një nga themi nga edukuesit e fëmijëve, thotë kur kërkon patatinë fëmia, thotë mos e plotësoj gjithmonë. Çfarë thotë? Thuaj do të jap 2 patatina mas 2 ditësh. Do një tani apo 2 mas 2 ditësh? Ai thotë 2 tani. S'duron dot. Thotë një nga format e edukimit thotë të jap 5 patatina mas 2 ditësh. Vetëm duro pak, më të frenoja pak vetë. Pra kur njeriu ja plotëson gjithçka, thimin e rahatia të prish thimin. Komuniteti të prish, luksi të prish, rahat. E çfarë shikon fëmijët tanë, kena ky brez si patatine. Thyen shpejt. Brezi i vlezërve i ka kalitur vështirësia. Unë pak kanë kapur, 24 vjeç jam, por unë ka kapur pak. Tjetër është, pra kur ka vështirësi, pra ka qenë më shumë sakrifica për një tjetrin, ndihma. Sot ke fëmijët tanë me vllajën e vet, motrën e vet, jo bëj vet. Shikon që kanë një lloj, thot, nuk kanë ndjeshmëri. Parot në vetë menon vetëm. Se janë rahat, i plotësohet çdo gjë. Babi, mami, alo, babi duktën, mami duktën, babi duktën, ne plotësojmë, na vjen keq, edhe mësojmë keq me përkëdhelje. Po jo të jemi tegër, krahun tjetër, se mos keq kuptohemi. Do një mesatare. Pra, agjërimi të edukon që kur ty të vjen për të ngrënë dhe për të pirë, frenohesh, nuk qef askush. Në njerës, ti e vetëm, në shtëpi, e ke meqen me ujë aty, se ke ardhur nga puna nga ara, ajo ujë e ti, se mos kur është verë, e freskia ujë del aty tek, pikon tek meqja e qelqit, ty të zhdrisin syt për ta marrë, po jo, alhamdulillah jam e qirush, s'më lejohet. Kjo është një edukim vetes, një edukon veten e tij. Dhe dini të rregull, shpëtimi i njeriu është të ketë frikë Allahun, takimin me Allahun azza wa xal, dhe kundërshtoj epshin e tij, që është shtyn në shfrenim. Kelim në kufive. Kush argumenti hoç?
ose kush nga gjërat që tregon për këtë, ai të pranon në surën Naziat, faman khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Kush u fiksua përballjes me Zotin e tij, dali për Allah dhe e ndaloi veten nga ndjekja e pasionit të tij, epshit të tij. Vendi i tij, vendbanimi i cili është xhenet. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن سيجد جحيم هي المأوى سيجد كسورة فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا شو نزعت فإن الجحيم هي المأوى dhe kush e te kaloi kufit dhe i dha përparësi dynjas, atë është farë xhehimi dhe shëndani. Pra kur shoqëritë sot të ndërua vlezër i edukoj njerëzit, shoqëritë perëndimore, botërore, globalizmi e tjera, kena parë dhe ishullin e famshëm të mallkuar shejtant, që imagjinata nuk shkon dhe. Çfarë ndodh? Ata kanë kaluar çdo lloj kufiri. Dhe sepse veç shoqëritë mësohen që liria do të thotë ti përmbushësh asaj që kërkon nefsi jot, çdo gjë. Pra, mund thot për shembull, i thoj atje për shembull, kena parë emisione, nëse ti mendon se je kafsh, ti je kafsh. Nëse ti je femër dhe mendon se je mashkull, je mashkull. Nëse ti je mashkull, nëse je femër, je femër. Pra ti ai që je, që do të jesh. Nëse ti mendon se je homoseksual, je homoseksual. Nëse ti je lesbike, je lesbike. Nëse prindit thonë që kjo ndalohet, hajde se denonconin edhe e fusin brojën në burg. Pra nëse dikush thot, pra e do këtë, nuk e drejt me i thonë që ndalohet se kjo thyen moralin, kodin moral. Nuk është e hishme, nuk ka. E pëlqeve, pranohet. Tek ata, sipas asaj që ata duan, të zhndrojnë një shoqëri në kafshërore, që s'ka kufi. Ndërsa agjërimi do ta ngrej njeriu nga instikti i kafshës, që çdo gjë e lidh me instiktin e ushqimit, marrëdhënies, se kështu ka sot njerëz, pra çfarë bëjnë ata, që kena parë edhe lajmet, lidhen me çfarë? Plotësimin e instiktit të marrëdhënies ose dëshirave, pasioneve, që pastaj njeriu ajo epshi është natyra e epshit është s'ka nuk ka epshi, nuk ka taban. Shumë është një pus që s'ka fund, vetëm thith. Pra nuk ka një ngopje të epshit të ndërua vlezër. Prandaj shikon që pra bota perëndimore del në çfarë, në perversitet të çuditshëm, s'ka kufi. Nuk ka kufi. Do gjithmonë ndryshim. Ose normalisht ato kanë dhe rituale satanike i përkatës sekteve ndryshme që çfarë bazohen mbi lëndimin e njeriu në çdo kuptim, lëndimin e tij, vrasjen e tij, përdhunimin e tij, shkatërimin e tij emocional. Pra në këtë ata bazohen në shpërnimin seksual. Pra njerëz të cilët kanibal. Pra ata vrasin, therin dhe e kanë që therja bëhet, pra është më e mirë kur therr fëmijë. Më gjeno çfarë dali në çfarë ekstremi? Dhe pastaj e shikon ti normale që thu, jo normale, e shikon, pra e thua kjo është arsyeja që ata liderët e botës pra lejuan të bëhesh ajo që u bën në Gaza, që u vran 50.000, 70.000 gradë fëmijë. Se kanë problem ata. Sepse ata ndërtojnë shoqërinë në çfarë? Mos ndjesh mëshirë. Mos jesh social. Mos jesh ndjeshëm, po që i ndjeshëm dhe i mëshirshëm, i dobët. E keqja thënë ka një lloj demonstrimi të forcës. Kur je i keq, ka një forcë në brenda. Pra nëse je i keq, tregon se je i fortë.
Në je keq i bërës tregon se je i fortë dhe ke pushtet. Thot morali, thot ata thojnë, në ritualet e tyre, në filozofinë e tyre, thojnë morali i mirë është mashtrim që i bëhet masës. Dhe humbja ndjeshmërisë ndaj tjetrit, pra kur sa më shumë të ndjen dhimbje tek ata dikush, ata më shumë ndjen kënaqësi. Ndjen kënaqësi, pra ndjen lumturi. Është e kundërta. Për shembull, ti nëse ndihmon një të varfër sot, një jetim, një fojtar, ti kënaqesh, gëzohesh, lumturohesh. Një njeri normal. Pra se Islami thret në natyrshmërinë njerëzore. Ndërsa ata janë në të kundërtën, se shejtani mallkuar gjithmonë thret në të kundërtën e asaj që Allah ka urdhëruar dhe ka krijuar njeriu. Dhe kjo është e çuditshme. Ndërsa kjo pikë e urtësia e agjerimit është që Allahu dëshiron të të kthejë në njeri normal, në natyrën tënde njerëzore. Mos ti shkafsh që mendon vetëm për barkun, nga këtu e poshtë. Po ti je njeri i cili, çfarë hadith, hidhi ujë kujt? Gjellës, që çfarë? Për komshiun. Thot, u porosita thot nga Xhibrili për komshiun sa mendova çfarë? Se mos ai më trashëgonte, mos ishte nga të afërmit. Dhe kjo është Islami. Kur thot për jetimin, për të varfërin, për kujdesjen e tjerë. Dhe urtësia tjetër, dhe mbarojmë inshallah, se erdhi koha e ezanit, apo jo është? Po. Është që i pasurit të ndjejë dhimbjet e të varfërit, dhe të jetë bujar dhe të jetë social me shoqërinë. Sepse në natyrë i varfërit, nevojtari, kur shef pasurit që nuk pyesin, që nuk pyesin, nuk du t'ja dinë për të varfërit, atëherë dalin dy gjëra, zilia, smira dhe urrëtia e të pasurit. Një nga format që i pasuri arrin të kuptojë të ndjejë dhimbjen e të varfërit, që ka ai kur s'ka të hajë dhe të pi ai dhe familja e tij dhe fëmijët e tij, është kur ai agjiron. Agjirim normal, jo se agjirim që bëjmë ne. Rafshohemi buk, tonë dhe s'kena pa uri, pa hiç. Ndoshta kena çik etje, po aq mirë hajmë, e themi të hajmë mirë se është ditë e gjatë, për shembull, ku ka qenë dita e gjatë. Por se këshillohet, dhe kjo është këshill e saktë në dietar, që mos haj shumë. Edhe në syfyr, edhe në iftar, thot mundohu thot të shijosh pak uri. Urinë e agjirimit. Ta shijosh. Dhe jo të kaloj si një ditë normale. Se nuk është qëllimi me fet gjumë, nga sabau deri për akşam, çohemi nga akşam, edhe rrim pastaj zgjut. Se shu e bën disa vende arabe ku është nxehtësi e madhe, ja fusin gjumë mas sabahut, çohen për ikindi, bashkojnë namazet, edhe për akşam prap flen gjumë mas akindie, kur çohen për ezan të akşam. Por se agjerimi i mundson të pasurit që të jetë më social, më afër të varfërve, duke ndjerë, ka gjëra që nuk mund të kuptohen dot pa ndjerë. Shumë një person që kaloi një smundje, kaloi kancerin, kimioterapinë, Allah na ruaj. Dhe u shërua. Shikon që i afërmi i tij ose komshiu i tij u sumur me tjetër smundje dhe ka të njëjtin ilaç, që është me shumë dhimbje. Dhe një tret që s'e di që ç'do të thotë ti je me kancer. Ky që kaloi e kupton më mirë këtë që është i smur apo ky që s'ka hiç. Që kaloi, është më afër. Pra ai që ishte i verbër, i vjen shikimi, e kupton më mirë çka do të thotë ti je i verbër. Apo jo? Dhe ai i cili është i pasur, nëse kalon në një periudhë gjendje që e ndjen dhimbjen e urisë, atë e kupton më mirë të varfërin. Ne na mungon ndjeshmëria vëllezër. A din që nga urtësitë që Allah ka ndaluar të hajmë në enët e florilit të argjenda, ne, umeti, pra muslimanët, ndalohet të hajmë në enë prej florilit të argjenda, apo jo? Një nga urtësitë është që mos lëndohen të varfërit kur shikojnë të pasurit që hajnë ato e. Murahatu, pra shuur i muslim, të ruash ndjenjen që ka muslimani. Prandaj një nga punët më dashur tek Allahu, cila është? Ti vendosësh, ti futesh muslimanit gëzim. Ahabbu a'mali Allah an tudkhila as-surur fi qalbi al-muslim. Ti futesh muslimanit një gëzim në zemër.
Dhe nga punët më të urryera është të zemërosh, të mërzitesh një musliman pa shkak. Dhe e fundit është, dhe me kaq e mbyll, se ndoshta mas namazit kush ka pyetje, përmendën të temët e tjera, urtësia tjetër është që agjërimi gjithashtu është një nga shkaqet që e përmirëson shëndetin dhe është nga shkaqet që është shërim për smundje. Dhe nuk kemi nevojë për ato studime shkencore që bëjnë perëndimorët nga Amerika dhe Perëndimi, por se agjërimi në vetvete është një nga mundësitë që personi përmirëson shëndetin e tij dhe është shërim për smundje. Jena më të keqe që mbushin riu këtë barkun e tij. Atë zbrastia më e keqe që ne mbushim është stomaku, barku jo. Mjafton njeriu ton disa kafshata nëse patjetër, një tretën me ushqim, një tretën me ujë, një tretën me ajër. Dhe ajeti i mjekësisë, nëse i pyet kush cili është ajeti i mjekësisë. Kush e di? Ajeti i mjekësisë Kur'an cili është? Pyetje, ka dhurat. Po, je dhurat. Dhe mos? Hani, pini, mos të pronë. Kështë ajeti i mjekësisë. Hani, pini dhe mos të pronë. Prandaj besimtari gjithmonë duhet të jetë i kujdesshëm. Unë i pari, para jush, Allahu t'i mos mirë, mos flasim për ndërtimet tani, se për nga cilat janë shkaqet, po normalisht shkaqi kryesor është mos përmbajtja në ato gjëra që pëlqen. Edhe për zgjedhje ushqimeve. Me kaq e bëjmë inshallah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.